أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء جعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله Falenderimet, lavderimet, lartësimet I takojnë vetëm atij Allahut fuqiplot, krijuesit të çdo gjëje, sunduesit të zemrave dhe shpirtërave tonë. Atë e falenderojmë përzemërsisht për begatitë dhe mirësitë e shumta të cilat ai na begatoi, na rrethoi. Nga ato janë dhe shëndeti, familja, pasuria dhe begatia dhe mirësia më e madhe ajo është udhëzimi. Dërgojmë selama dhe salavatën mbi pejgamberin sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi, mbi familjen e tij të ndershëm dhe mbi të gjithat të cilët e pasojnë ndjekën rrugën e tij deri në ditën e llogarisë. Të ndershëm vëllezër dhe motra, ne me lejen e Allahut fuqiplot vazhdojmë me xheliset e hajrit, me xheliset e dobishëm, duke shënuar që ta përsosim, plotësojmë moralin, edebin, ahlakun ton. Nga shoqërimet me librin Adabul Mufrad apo libra enciklopedia e moralit të pejgamberit sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi. Në mëjlisin e kaluar kemi përmendur kapitullin bab uququl walidain, kapitullin mbi mos respektimin e prindërve. I kemi përmendur dy hadithe. Nga dobishme është që ne ta kujtojmë njëri tjetrin së pari veten. Është hadithi të cilin ne kemi përmendur nga Abdurrahman ibn Abi Bakra, ku ai nga prindi I tij apo babai I tij transmeton dhe thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Pejgamberi alaihi salatu wasallam kemi thënë dhe do të flasim dhe më tej për këtë çështje, se pejgamberi alaihi salatu wasallam e kishte një metodë posaçëm specifike e cila kërkonte dëgjueshmëri dhe ngjante një farë maraku tek të pranishmit apo sahabe shokët e tij, duke I pyetur shpeshherë për pyetje të ndryshme, por shpeshherë kemi ndëgjuar dhe apo kemi lexuar në hadithe të ndryshme ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thoshte, a doni që t'ju tregoj apo t'ju informoj për këtë dhe këtë, ala unabbiukum bi kadha bi kadha. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në këtë hadith të cilin ne kemi përmendur ka thënë, a doni që t'ju tregoj apo t'ju informoj për cilat janë ato mekate nga mekatet më të mëdha, min el kabair. Kemi thënë se pejgamberi alayhi salatu wassalam e kishte përsëritur 3 herë dhe sahabët u përgjigjen duke thënë po ja Rasulullah, dhe pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam informoi ato dhe informoi dhe neve duke thënë el ishrak billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qawlu zur. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, ti bësh Allahu shirk, ti bësh Allahu shok në ibadet adhurim, dhe pasaj tha mos respekti apo mos ndëgjueshmëria ndaj prindërve, dhe e treta pejgamberi alayhi salatu wassalam tha dhe fjalët të cilat janë batil apo gënjeshtra të pavërtet apo të shpifim për ndonjë apo për ndonjë gjë. Dhe pastaj kemi përmendur hadithin e dytë nga Warradi, I cili tha se Muawiu I ka thënë Mughiras me shkruaj diçka që ke ndëgjuar nga pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe Warradi thot yanha an kathrati suali wa ida'ati al-mal wa an qila wa qal. Pejgamberi alayhi salatu wassalam kam dëgjuar nga ai se ai ka thënë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ndaluar çka? Pyetje të shumta, harxhimin e parave në mënyrë të kollët, subhanallah, duke ditur mirë se paramendon hikmetin e urtësinë ulema e thot pse Imam Buhariu parashtrohet pyetje, pse Imam Buhariu e përmend bashkë këtë hadith, ku në këtë hadith nuk ka përmendje të prindërve. Po thot, domethënë, së pari thot e ka ndaluar pyetje të shumta, pastaj këshpërdërimi I pasurisë apo harxhimin e parave në të kotë, dhe e treta qila wa qal, fjalë biseda të kota. Subhanallah, ulema ka thënë dhe ne kemi thënë se
pyetje të shumta të cilën ne shpeshherë i bëjmë duke harxuar kohën tonë dhe ashtu e harxojmë pasurinë tonë në mënyrë keqpërdorimi, duke harruar apo duke mos shikuar që ne t'i kënaqim t'i gëzojmë prindërit tanë. Dhe pastaj ulemaja përfundon komentimin e këtij hadithi duke thënë se këto fjalët e kota, bisedet e kota janë për arsye se ne shpeshherë për fat të keq kur prindërit tanë bëjnë diçka të cilën ne nuk e kemi për qejf, nuk e kemi për dëshirë, ne atëherë fillojmë me bisedime të kota duke folur diçka për prindërit tanë, të cilët nuk i takon nga kjo bisedë. Dhe e kemi përmendur kapitullin bab la'ana Allah men la'ana walidayh, Allahu i ka mallkuar ato njerëz apo atë njeri i cili e mallkon prindërit e tij. Kemi përmendur hadithin ku shkurtimisht kemi thënë se Ebu Tufeli tregon se kishte pyetur një njeri Aliun radhiyallahu anhu, ajo ka lënë diçka apo ju ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam diçka që nuk i ka thënë kërkujt tjetër përpos juve. Aliu i tha jo, illa sahifetin, yani vetëm diçka nga një letër të cilën ai kishte pasur në kthefin e tij, dhe e nxori dhe në atë klef apo në atë letër ishte shkruar diçka nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë la'ana Allah man dhabiha li ghayrillah, Allahu e ka madhkuar atë i cili bën kurban apo prend diçka nga kafsha apo hayvan jo në emër të Allahut, li ghayrillah. Pastaj thot la'ana Allah man sarqa manar al-ard, Allahu e ka madhkuar atë i cili i ka prekur çka? Kufit, ka prekur diçka të cilën nuk ka haku i tij, nuk ka e drejta e tij, nuk ka pasuria e tij. Apo ne për shembull shpeshherë thot ulemaja ku ne kemi një pozitë dhe ne në atë pozitë e prekim diçka, e cila neve nuk na takon. Dhe pastaj thot la'ana Allah man la'ana walidayh, Allahu e ka mallkuar atë i cili çka? I mallkon prindërit e tij. Dhe ndoshta kemi harruar, por ulemaja thot se një nga mënyrat për të cilat pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot Allahu i ka mallkuar ato të cilët i mallkojnë prindërit e tij, është dhe ajo të cilën për shembull ti e mallkon prindërit e dikujt tjetër, jo nuk i ke mallkuar prindërit e dikujt tjetër, por prindërit e tu. Dhe përfundon hadithi duke thënë la'ana Allah man awa muhdithan, Allahu e ka mallkuar atë i cili i jep streh apo i ndihmon atij i cili ka bërë risi në fe apo ka bërë fesad apo ka bërë çrregullime në shoqëri në fen e Allahut fuqiplot. Dhe ne vazhdojmë me një kapitull të ri, me domos nga kapitujt të shumtë. Dhe me domos nga kapitujt të vlefshëm, të dobishëm, ajo është bab yaburru walidayh ma lam yakun ma'asiya. Kapitulli i 9 i cili flet për mirësjelljen ndaj prindërve në ato gjëra që nuk janë mëkat ndaj Allahut fuqiplot. Transmetohet hadithi i parë nga an Abi Darda qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'a. Abu Darda thot pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar për 9 gjëra apo me 9 gjëra. Duke ditur mirë se kemi thënë dhe më parë pejgamberi alaihi salatu wassalam shpeshherë thotë a doni t'ju informoj, pyete, pastaj bënte një sifar kvizi, t'ju tregoj për këtë dhe për këtë, këto 9 gjëra, këto 3 gjëra, kjo gjë e tjerë, edhe këtu pejgamberi i Allahut fuqiplot sallallahu alaihi wasallam thot e këshillon Abu Dardan me 9 gjëra. E para është la tushriku billahi shay'an wa in qata'ta aw huriqat. Mos i bën Allahut shok edhe sikur të pren në copa in qata'at aw huriqat, apo çka të djegësh. Subhanallah. Para mendone ku kemi përmendur disa hadithe dhe më parë ku Imam Buhariu nga hikmeti urtësia e tij dhe nga urtësia e pejgamberit të Allahut dhe sahabët i përmendin shpeshherë këto hadithe për mosbërja e shok Allahut apo mosbërja e shirkut. Para mendone ku ulema shpeshherë ishte pyetur
A duhem ne të punojmë sipas këtij hadithi që mos i bëjmë Allahu shirk, edhe në qoftë se jemi në momentin e vdekjes, edhe në qoftë se e dim se vdekjen e kemi para nesh. Por ulema në komentimin e këtij hadithi thonë se ne kemi disa raste të cilët nuk janë punuar sipas këtij hadithit. Për shembull, i pari është rasti i Ammar ibn Yasir, ku e di mirë se mosbesimtarët apo mushrikët i merrnin muslimanët apo ato të cilët hynin bënin shahadetin la ilaha illallah, i merrnin dhe bënin zullum ndaj tyre. Dhe njërin nga ato ishte Ammari, baba i tij Yasir, ishte Sumeja dhe disa sahabë tjerë. Dhe çka ndolli? Ato i bënin zullum këtyre sahabëve dhe mushrikët e vranë Yasirin dhe Sumejen. Pejgamberi Allahu thosë se këto ishin, dhe sahabët na informuan se këto ishin dy shahidët e parë, dy dëshmorët e parë në Islam. Dhe pejgamberi Allahu na tregon dhe thotë se këto dy ishin çka? Nga dy banorët e parë të xhennetit. Allahu akbar. Para mendoni në dynja na e dim se kush ishin xhennet li. Ja Allah, secilin nga ne synon që të synoj ka kënaqësia dhe dashuria Allahu fuqiplot dhe të marrë shpërblimin xhennetin. Dhe para mendoni ku shkon tek pejgamberi i Allahut dhe i than Ammari kafara. Ammari ishte nga ato çka të cilët bën kufër, të cilët bën mosbesim. Dhe çka tha pejgamberi i Allahut? Kalla inna Ammaran mulia bi imanin. Tha pejgamberi i Allahut tha se Ammari nuk bëri mosbesim. Por imani i tij apo besimi i tij ishte i plot. Ammari erdhi tek pejgamberi i Allahut duke qenë, duke vajtuar, i mërzitur. I tha, ja Rasulullah, ja tregoj se çka ndodhi, dhe pejgamberi i Allahut fuqiplot i tha, kur bëre atë gjë, po të bënin të njëjtën gjë vepro. Të njëjtin veprim bëje. Allahu akbar. Subhanallah. Ulemaja thotë se një nga hukmi këtu është se Ammari dhe pejgamberi i Allahut na tregon se Ammari nuk e bëri mosbesimin e tij me zemër. Dhe me thonë, gjë më e rëndësishme është këtu se Ammari bëri mosbesim vetëm në fjalë, në gojë, por jo në zemër, për arsye se zemra e tij ishte plot dhe përplot me iman, besim. Dhe pejgamberi i Allahut fuqiplot na tregon për këtë. Pastaj kemi rastin tjetër ku transmetohet dhe thuhet se ishte sahabiu tjetër Khabbab ibn al-Arat. Dhe me thonë një nga sahabët e njohur të cilët ishte rob. Allahu akbar, para mendoni subhanallah, ishte rob, nuk ishte gjën nga dunjaja e tij. Transmetohet se ai vetë thoshte, unë nuk kam gjën nga dunjaja vetëm synoj ka ahireti, ka kënaqësia dhe dashuria Allahu fuqiplot. Por para mendoni subhanallahu al-azim wa bihamdi, kë bën hijrat me pejgamberin e Allahut. E marrin mushrikët. Dhe çka? Transmetohet se e vejnë që t'i bëjnë zullum atij, e vejnë në një vaj i cili vlon dhe i than, thuaj diçka keq për pejgamberin, thuaj diçka keq për islamin. Jo, këtha la ilaha illallah wa la ushriku bihi shay'a. Dhe thonë, unë nuk ka zot tjetër përpos atij Allahu fuqiplot dhe nuk i bëj shirk kërkuj tjetër përpos. Dhe thonë, kërkuj nuk i bëj Allahu shirk. Nuk ka zot tjetër përpos atij. Dhe 3 herë po të njëjtën veprim dhe vdiq duke thënë la ilaha illallah. Subhanallah. Nga hikmeti dhe urtësia Imam Buhariut është që paramendone se Imam Buhariut do të na tregon se çdo gjë ka had, çdo gjë ka kufirin përpos hub anillah. Do të thonë përpos vetëm çka dashuria ndaj Allahut fuqiplot. Ka kufin ndaj njerëzve, ndaj prindërve, ndaj pasurisë, ndaj dunjas të tërë. Dhe pejgamberi i Allahut vazhdon dhe thot, mos braktis ndonjë namaz obligohet farz me qëllim. Wala tatrukanna salata maktubatan mutaammidatan. Shpeshherë ne ndëgjojmë se prindërit për fat të keq i thojnë fëmijët e vladit, lëre namazin. E ke zemrën e mirë, unë kam zemrën e mirë, kur nuk jam falur,
Apo leje hijabin mbulesën se kemi fesë sot. Leje hijabin mbulesën se është marrë, është turp. Apo lere ndonjë obligim tjetër. Subhanallah, pra mendone Allahu fuqi plot na obligoj me namaz dhe na obligoj me obligime farze tjera, dhe ne duke ditur mirë se pejgamberi Allahut na mëson dhe edukon, na udhëzon këtu se ne ti respektojmë, nderojmë prindërit tan, por jo dhe ti ndëgjojmë në çdo rast dhe në çdo vepër. Dhe thot pejgamberi Allahut: "Wa man tarakaha muta'ammidatan bari'at minhu dhimma." Subhanallah. Secili që i ik namazi me vetë dije, ai do ta hub çka? Dhimme. Do ta hub mbrojtjen e Allahut fuqiplot. Do ta hub se ja Allah, e din se ki obligim, e din se si falet namazi, edhe ti e lën për qefit, me vetë dije mirë se nuk do të jesh në mbrojtjen e Allahut, dije mirë se nuk do të jesh në umbrellën e mëshirës së Allahut apo magfiretit të tij, mbrojtjes së tij. Duke ditur mirë se pejgamberi Allahut na tha: "El-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Dallimi mes nesh bainana wa bainahum, dallimi mes nesh dhe tyre është beslidhja në qoftë se e lën namazin, faqad kafar. Me do e mos qka? Bëri kufër apo bëri mos besim. Allahu akbar. Dhe pastaj pejgamberi Allahut vazhdon të thotë: "Wala tashrabanna al-khamr." Dhe mos pi alkoholike. Duke ditur mirë se Allahu fuqiplot. Allahu fuqiplot shpalli ajetin duke na thënë: "Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma." Për pak më parë kemi thënë se pejgamberi Allahut na obligoi që mos t'i bëjmë Allahu shirk, na largoi dhe udhëzoi që mos të bëjmë shirk. Dhe Allahu fuqiplot tha: "Nëse ata të orvaten apo të këshillojnë që të më shoqërosh apo ti shoqërosh atij Allahu në adhurim shok, për të cilin ti nuk ke dijeni, mos i ndëgjo." Dhe çka thot Allahu fuqiplot: "Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa." Dhe sillu mirë me to, me prindërit, dhe fol fjalë të mira të buta me to. Dije mirë se i obliguar që të sillesh mirë me prindërit e tu. Dhe kur e kemi fjalën për si që ishte rasti i Ammarit, dhe Allahu fuqiplot thot, shpalli ajetin: "Men kafara billahi min ba'dihi imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman." Kushdo që mohon Allahun pas pranimit të besimit do të dënohet çka? Ashper. Përveç atij që është detyruar çka? Me forcë. Dhe paramendone shpesh herë ne jemi të detyruar, ndëgjojmë se jemi detyruar që ta lëm Islamin apo fenë e Allahut fuqiplot, të flasim keq për Islamin apo për Allahun apo për Muhammedin apo për Kur'anin, duke ditur mirë se ne do të kemi kujdes mirë për to. Dhe pastaj paramendone urtësinë e pejgamberit ku na thotë se nuk guxojmë të lëm namazin nga obligimet e Allahut dhe nuk guxojmë ta bëjmë atë apo të pim diçka me të cilën Allahu fuqiplot nuk do jetë i kënaqur me ne. Allahu fuqiplot paramendone na lejoj me mira pi dhe ushqime, po për vetëm një e bëri të ndaluar. Subhanallah. Dhe shpesh ne anojmë që të shkojmë te kjo e ndaluara. Në tavolinën tonë, në ndejet tonë, në qoftë se nuk ka pije alkoholike, është turp. Është diçka të merr. Pija e cila me të cilën Allahu fuqiplot nuk është i kënaqur. Ajo është diçka e dashur tek ne për fat të keq. Ajo pije është diçka në mod. E lutim Allahun fuqiplot që të na
përmirësoj gjendjen tonë. Dhe pejgamberi Allahut thot për këtë pjenë alkoholike, thot fa innaha miftahul sharr, fa innaha miftahul sharr. Thot me do mos pijet alkoholike janë çelësi i sherrit apo të pa dobishmes. Pastaj dhe thot wathir walidayk, bëhu i dëgjueshëm dhe i prindërve, wa in amaraka an takhruja min dunyak, edhe në qoftë se ato të urdhërojnë që të heqësh dorë nga pasuria apo nga dunjaja e jote në këtë botë. Wala tanazi'anna ulat al-amr, mos konkuron me atë që janë në fuqi, mos konkuron që të kesh post, sultanet, fuqi, kuve, duke ditur mirë se dietarët tonë na kanë informuar dhe treguar se kemi rastin e Ebu Hanifes rahimahullahu ta'ala, i cili vetë e refuzoi çka? Pozitën, fuqin, dhe çka? E refuzoi dhe kishte pasojë për atë punë. Por talebës së tij, nxënësit e tij Ebu Jusufit, i tha merre pozitën, e këshilloi, e nxiti që të bëhet gjyqtar, kadi. Edhe pastaj pejgamberi i Allahut tregon dhe thot wa in ra'ayta annaka ant wala tafrir min az-zahfi wa in halakta wa farra ashabuk wa anfiq min tawlika ala ahlik wala tarfa' asaka an ahlika wa akhifhum fillah azza wa jalla. Mos u largon nga ushtria kur je në betejë, në luftë, mos e lën luftën, betejën, mos ik, duke ditur mirë se ikjen nga betejë në luftë është një nga mëkatet e mëdha. Edhe nëse të mbysin apo të ikin çka? Shokët e tu. Edhe pastaj thot wa anfiq min tawlik ala ahlik. Shpenzo apo furnizoje familjen tënde dhe mos u bën asabi, mos bën zullum, mos e ço zërin apo mos e ço shkopin ndaj familjes tënde. Dhe në fund thot wa akhifhum fillah azza wa jall. Dhe çka? Frikës, urdhëroje familjen tënde apo bëju frikë ndaj Allahu fuqiplot. Urdhëroj familjen tënde që të kenë frikë ndaj kuj? Ndaj Allahut krijuesit të gjithësisë, sunduesit të gjitha botrave, duke ditur mirë se vetëm atij duhet të kemi frikë, vetëm atij duhet të frikohemi, duke ditur mirë se do të vim në një ditë ku vetëm do të kemi frikën e Allahut fuqiplot dhe do të jemi në stres të madh në llogarin përpara Allahut fuqiplot. Dhe Imam Buhariu i transmeton dy hadithe në këtë kapitull, të cilët janë të ngjashëm me kapitujt e kaluar apo me hadithet e kaluar, ku hadithi i radhës është nga Abdullah ibn Amr, ku thot jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qal ji'tu ubay'uk ya rasul Allah ala al-hijra wa taraktu abawayya yabkiyan. Ka ardhur një njeri tek pejgamberi i Allahut dhe i ka thënë ubay'uka ala al-hijra, kam bërë që të jap, që të dhe besën, beslidhjen, bejan, që të bëj hijra. Dhe duke i kam lënë prindrit e mi të mërzitur, duke qarë. Dhe pejgamberi i Allahut fuqiplot i thot irja ilayhima fa adhikhuma kama abkaytahuma, dhe ktheju tek ato dhe ktheju abuzqeshjen siç i ke bërë të qajnë, bëj të gëzuar siç i ke mërzitur, siç i ke trishtuar. Dhe e përfundon Imam Buhariu këtë kapitull me hadithin e radhës, ai është hadithi nga Abdullah ibn Amr, po ashtu ku thot jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu al-jihad. Ka ardhur një njeri tek pejgamberi i Allahut dhe i ka thënë
se don gjihad, don luft në rrugën e Allahut fuqi plot, dhe pejgamberi Allahut i ka thënë a hayyun walidak, ai është gjallë, a janë gjallë prindërit e tu, dhe ky i tha naam fa fihima fa jihad, dhe ktheju tek ato dhe bëj çmos apo bëj luftë për to. Dhe ulema e thot, komentuesit e këtij hadithi thonë se është për fjalë që pejgamberi Allahut don që të na tregon se të bëjmë çmos, të bëjmë luftë për prindërit e tanë të cilët janë në besim, që ne t'i respektojmë, ndëgjojmë në çdo gjë kur ato janë me domosbesimtar. Ne lutim atë Allahun fuqi plot që të marrim dobi nga këto mexhliset e hajrit, të marrim dobi dhe të punojmë sipas tyre, sepse nuk janë veprat tona vetëm lafdhan fjalë, por janë edhe amelen, punë dhe vepër. Ne lutim atë Allahun fuqi plot që këto mexhlise të hajrit të jenë të vazhdueshme, dhe lutim Allahun fuqi plot që të na i falë gjunahet neve, prindërve tanë dhe besimtarve në ditën e llogarisë. Lutim Allahun fuqi plot që të mëshiroj prindërit tanë si që në mëshiron neve ku ne ishim të vogël. Lutim atë Allahun fuqi plot që të na bëjnë nga njerëzit të ndershëm dhe së pari të sinqert. Lutim atë Allahun fuqi plot që siç na ka bashkuar sonte në këtë vend të bekuar, në xhamin shtëpinë e tij, të na bashkojë në gradat më të larta të xhennetit Firdaus. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.